Të gjithë ata që janë të rilindur në Krishtin janë bërë krijesa të reja. Krijesa vjetër e mëkatit më nuk ekziston. Njolla e pashlyeshme e mëkatit origjinal është shly në derdhën e gjakut të Krishtit. E njerit nuk i ka mbeta si gjatë tjetër përveç se me rilind prej snaltit. E një kjo rilindje i ka ardhur pikërisht prej Krishtit, i cili ka ardhur prej snaltit, ka zbrit prej snaltit për pështimin e njerit. Pështimi që Krishti na ka dhënë është rilindje e re. Prandaj çdo kush që beson në Krishtin, çdo kush që pagëzohet në të, çdo kush që zhytet në jetën e Krishtit, është tashmë dhe mbetet tashmë krijesë e re, e rilindun, e pështume. Na thojmë, kur pështon dikush për smundjes ose për të keqes, ka lind për zdytit, ndërsa kush zhytet në jetën e Krishtit, lind për zdytit dhe jeton në amshim. Është i bom për amshimin. Lumë ata që besojnë.